njëri për aq minuta sa. Jo, nuk është ka thirrur njëri, I pari person që thirrë për ndihmë shëtitës. Nuk e thirri, më pa. Miri. Po seroj. Domethënë ajo mund të ketë pritur aq minuta për dikën nga grupi vet që të komunikojë. Dhe aty nuk ka ardhur asnjë sepse ndoshta mund të kishte ardhur Mali për shkak. Për momentet dhe mund të kishte thënë Malit. Ndoshta Mali nuk do reagonte fare, thoshte më rri aty dhe unë po iki. Sa është varet me ti pastaj, e kupton? Ose mund të reagonte Mali dhe sot këtu në vendin tim mund të ishte Mali. Po, se pa të fat. Pra unë aty jam I rastishëm se nuk besoj se ndonjë nga personat e tjerë do reagonte në atë lloj mënyre. Nuk ma do. Nuk ma do. Po se nuk e. Ndoshta ti mund ta zgjidhë edhe me Brikenën dhe mund t'i thosh edhe një komunikim. Asaj mua të ma jepë një mesazh se çu përpoqe ta jepje mesazhin për kravat. Se si mund ta zgjidhja unë, Luxhin, e di unë. Ti mund ta zgjidhësh që ndryshe, lëshoje derën dhe kaq. Nëse unë fajin tim e pranova, pavarësisht se për momentin nuk e kuptova, por në momentin që u diskutua në Prime, në momentin që mora mendime tek gjithë të tjerë. Për atë gjë, se dhe unë kam të kërkuar ndjesë atje për dëmin që të kam shkaktuar dhe asgjë që nuk ka qenë I vogël. Po pra, po mirë si ta bëjmë tash? Jo, si ta bëjmë tash, ja jemi në këtë situatë. E pra jemi këtu. Por ama, dëmi që të kam shkaktuar është pa asnjë arsye personale dhe pa dashje, sepse ishte shkak pasojë se e thamë atje. Unë duhet të tregojmë dashamirës edhe ta besoj këtë se megjithatë. Po si duash pastaj ajo. Ne kemi menduar pak dhe me Euxhinin se ne edhe kur kam qenë me Malin, duke bërë çfarë po bëja, edhe kur ka qenë veprimi I Euxhinit me Brikenën, nuk është se kemi qenë vetëm për vetëm unë dhe Mali ose vetëm Euxhini me Brikenën. Kemi qenë të gjithë aty. Shumë apo pak, kemi qenë 2-3 individ nga të dyja grupet. Dhe thjesht mendoj që na kapi shumë euforia sepse as unë nuk ndalova Euxhinin, më thonë Euxhin stop se prit tani po bën gabim. As dikush nuk e rritë unë, më thonë leje Malin, leje mos e prek se ndoshta keq interpreton. Po këtë gjë duhet ta kishit bërë ju sepse ne nuk komunikojmë dot me ju. Po neve nuk, mirë, neve të na kishte shkuar mendja, mos kemi reakti se nuk askush nuk do donte të ishte në këtë tavolinë. Ja ta them unë, Briken hape derën, nuk do ta kishte hapur derën. Se kam thënë të gjithë dëgjojnë prapë se po se na zuri euforia. Ta them nuk përdora forcën, unë thjesht vura dorën me hap derën. Po përdore forcën për ta bërë. Po pra, po edhe ti përdore forcën për ta mbajtur derën. Dera rastësisht më shtyve mua. Ç'a ndodh? Forcën ana jam nuk ka patur, nuk thjesht e lëshova atë. Ja, nuk është plasur direkt. Nuk është ashtu se ja ku e ke atë prezant atje. Atëre, unë përdora forcën. Që ana ime nuk ka patur mirë tash. Unë thjesht unë po e mbaja derën, unë thjesht po ria. Okej, në rregull. Unë përdora forcë për ta hapur derën, ti përdore forcë për ta mbajtur derën. Tani këtë nuk e gjem dot. Sa I kishe forcën ti me Newton? Sa Newton e kisha forcën unë? Që ti ke më shumë fuqi se më. Atëherë lëshoj edhe ik. Po lëshoj edhe ik pra tani. Si ta bëjmë? Në qoftë se unë se lëshoj ty të lindë drejta që të më. Jo, unë hapa derën. Nëse secili ka marrë postë edhe ne të dy përshëndesim të dy këtu dhe të përplasemi njësoj, ti mund t'ikësh më shumë. Arsyeja pse ti je në nominim për atë veprim, I bie që forca është ushtruar nga ana jote, se po ti ishte ushtruar nga ana ime. Sepse pasoja, ti nuk do ishe në nominim. Ja ta them unë, sepse pasoja, po pra pasoja që ishte nga reagimi im,